Do të flasim tani për festivalin e 5 të filmit sportiv, pra aty ku do të shfaqen dokumentar nga sporti vendor dhe ndërkombëtar. Për të na treguar pak më shumë rreth këtij edicioni, ne kemi ftuar në studio Kushtrim Krasniqi nga Komiteti Olimpik i Kosovës. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se gjithë. Faleminderit që erdhe Kushtrim. Më na tregu më shumë për edicionin e 5 të filmit sportiv. Edhe po më kujtohet që kemi folur edicionet e kaluara, ndoshta prej të parit edhe kemi përmendur dhe kemi treguar për misionin, qëllimin që ja keni vënë vetes për këtë festival. Tashmë po duket i përmbushur ai qëllim. Tek kemi mbritë edicioni 5 dhe 4 të kalumit kanë qenë në rregull. Të nxjerrin kur kemi filluar në 2020, nuk kam besuar që sisnëherë kam ardhur në interesimi duke shtuar, duke bërë më mirë e ndoshta edhe më lehtë, sepse në fillim kur kemi nisur, i kemi ftuar gjithë ata që kanë krijuar filmat sportit për të aplikuar në festivalin tonë, sepse ishte hera e parë dhe pastaj edhe hera e dytë. Mirë po tash nuk ka pasur nevojë dhe kur kemi bërë njoftimin në muajin korrik, veç se ka qenë numri i përmbushur thuajse. Dhe në rinjoftimin e sërishëm në fund të muajit gusht, mund të them që kemi shtuar vetëm 1 ose 2 dokumentarë, se në korrik interesimi ka qenë vërtet i jashtëzakonshëm dhe sot kemi 10 filma dokumentar nga sporti vendor dhe ai ndërkombëtar. Kur them ndërkombëtar, ka qenë numri limituar, kemi lënë vetëm 1 dhe atë që kemi shfaqim në bashkëpunim me ambasadën e Italisë në Kosovë. Është film italian, a? Po, është film italian, një film jashtëzakonisht i mirë. Bëhet fjalë për një notar i cili ndron të marrë pjesë në lojrat olimpike për shkak të një aksidenti tragjik përfundon në lojrat paralimpike. Vërtet një film interesant, paksa i dhimbshëm. Por, sa i përket filmave tjerë, nëse mund ta veçoj atë që do të shfaqet sonte në premierë, sepse sonte do të bëhet ceremonia hapëse në orën 18 në Kineman ABC, dhe pastaj do të shfaqet dokumentari Lani me rrotë në përbot, një dokumentar që i kushtohet një kontribuesit të madh të sportit, të themeluesit të sportit të boqës në Kosovë, Luan Qabra, sport ky i cili momentalisht praktikohet nga persona me arsitë të kufizuara. Ka qenë një dokumentar vërtet i mirë, i cili synon që këtë sport ta masivizoj edhe më shumë në Kosovë, pse jo të mos e përfshijmë edhe në lojrat mesdhetare të vitit 2030, sepse është në programin e lojrave mesdhetare. Kurse nesër na presin 9 filma tjerë, të cilët do të shfaqen periudhën 16 deri në 22. Gjithë ditën, po nesër do të jetë thuajse gjithë ditën për orën 16 diku deri pas orës 22, kurse sot e kemi vetëm këtë dokumentarin që është në ceremoninë hapëse. Pra, në Kineman ABC shfaqen pothuajse krejt filmat. 2 ditë do të shfaqen Kineman ABC, i ftoj gjithë të interesuarit, gjithë dashamirësit e sportit që të vinë, sepse hyrja është falas. Qëllimi nuk është të përfitojmë nga ky festival, por që ta promovojmë sa më shumë kulturën tonë, sportin tonë, historinë e dhimbshme të sportit tonë, sidomos atë historinë e viteve të 90-ta kur sporti është zhvilluar kryesisht në fusha të improvizuara. Pra me këtë historinë synojmë që dalim edhe në arenën ndërkombëtare, që të fitojmë çmime ndërkombëtare dhe ta promovojmë sa më shumë sportin tonë në vende të ndryshme të botës. Pastaj një film tjetër i cili do të shfaqet është edhe një shelm kundër racizmit, Gjuetia adrenalinës, ajo mal, ja dolëm, kampioni valve, 4 qerekët edhe 10 ditë me atin tim, janë krejt filmat të cilët janë filmat të zhanreve të ndryshme, vinë nga futbolli, basketbolli, noti, boksi, karate. Do ta nisim me filmin e kolegës tuaj, nëse mund ta quaj kështu, Valdez Osmani, Ëndra për lavdi, dhe pastaj do vazhdojmë me një shelm kundër rasizmit. Të dy këta dokumentar apo ky i dyti reportazh bëjnë thirrje që të mos diskriminohen sportistët tanë, që kemi barazi, sidomos te komuniteti. Pra futbollistin e vogël. I dyti është pikërisht për futbollistin, që kam këtu në foto, por në të parin përfshihet edhe futbollisti, edhe një sportist i karates, një sportist i boksit, pastaj një futbollist tjetër i llapit që luan edhe për kombëtarin e Kosovës. Të gjithë këta vinë nga komunitetit ashkali dhe egjiptian, por të cilët kanë hasur në mirëkuptim, kanë hasur në barazi dhe jo diskriminim në klubet ku ushtrojnë dhe natyrisht që ata veshin në fanellën e Kosovës me shumë krenari. Pastaj janë edhe filma tjerë të cilët do të shfaqen, Gjuetia adrenalinës, është një dokumentar për motociklizmin, sport ky vërtet i jashtëzakonisht i mirë dhe me shumë aktivitet në Kosovë, në rritje vazhdimisht, është një dokumentar realizuar kryesisht në Garmi gjatë një gare që kanë pasur. Pastaj është filmi Juta Ibrahimit, vajzës që më na bën krenare me ngjitjet e saj nëpër majat më të larta të botës, quhet Ajo Mal, edhe kjo promovon
kulturën dhe turizmin në Kosovë, sepse e ka një grup të vajza dhe bashkë me to kanë krijuar një dokumentar gjatë ngjitjes në njërën nga majat e Kosovës. Pastaj është pjesëmarrja historike e Komitetit Paralimpik të Kosovës në lojrat paralimpike Paris 2024. Film ky Blerdi Malushit dhe gjithashtu edhe një kolegu tjetër të juaj të producentit Artan Muhaxhirit. Dhe pastaj është prej orës 18:10 siç e përmenda filmi nga ambasada e Italisë, i cili për herë të parë vjen në Kosovë, është bashkëpunim ky me televizionin e Rai të Italisë, prodhimi i tyre. Dhe për herë të parë vjen në Kosovë pas shumë përpjekjeve që ka bërë ambasada e Italisë në Kosovë, ka arritur që ta sjellë ta shfaqë në vendin tonë. Pra pak a shumë do të jetë premier edhe për neve. Pastaj kemi një për Olimpiadën speciale, është kampioni i valeve, nga autorët Bërim Haliti dhe Ganimet Esa, bëhet fjalë për një sportist të ri me të meta fizike, por i cili në arrin që në lojra speciale botërore të fitoj medalje. Në vërtet diçka e jashtëzakonshme. Janë filma që paraqisin një problematik, po pastaj janë frymëzues në të njëjtën. Si ka një histori të vetëm, por që mund të shërbejë si frymëzim për gjeneratat e reja, sidomos këta motivim edhe për personat me aftësi të kufizuara, të cilët mund të arrijnë ëndrrën e tyre për të fituar medalje edhe në ngjarje të mëdha botërore, siç janë Olimpiada speciale, lojrat paralimpike dhe gjithashtu ngjarja kryesore, lojrat olimpike. Nga basketbolli e kemi dokumentarin 4 qerekët që i kushtohet historisë dhe themelimit të sportit të basketbollit në Kosovë, i autorit Lart Hoxha, dhe përfundon me një film nga Shqipëria, 10 ditë me atin tim, një histori vërtet e jashtëzakonshme, sepse një ishfullës i mirë njohur shqiptar në atë kohë Skënder Halili, në vitin 1982, sa munda me lezu pak a shumë historinë e tij të filmit, në vitin 1992 ka dashur që të kalojë që transferohet nga një klub në klubin tjetër, pra në klubin e zemrës së tij, por regjimi i atëhershëm, në vend se ta lejojë që ta realizojë ëndrrën e tij, ka vendosur që ta burgosë vetëm se po dëshiron që të largohet nga një klub në klubin tjetër. E ka burgosur dhe fatkeqësisht në momentin kur ka dalë nga burgu edhe ka ndëruar jetë. Dhe tani vajza e tij e ka sjellë në jetë një dokumentar bashkë me gazetar sportin në Shqipëri për të parë historinë e dhënshme të atit të tij, një ishfullist i mirë njohur siç ishte Skënder Halili. Okej, që nga histori vërtet e dhëmshme. Mirë, kushtrim, a keni arritë se the për shkak që interesimi po e vren nga edicion që është në rritje, po a mund të thuhet që ta zon festivali ka ndikuar që të prodhohen më shumë reportazhe, më shumë dokumentar, filma, pra për disiplinat të ndryshme sportive, por edhe për sportistë. A e shihni këtë ndikim? Edhe festivali, por realisht edhe Ministria për Kulturën e Sport, e cila thuajse çdo vit i mbështet kompanitë të cilat realizojnë dokumentarë të tillë, i mbështet me mbështetje financiare, kuptohet, në mënyrë që ata ta kenë më të lehtë që të realizojnë dokumentar sportiv. Por gjithashtu edhe festivali, sepse thash fillim që ka pasur interesim jashtëzakonisht madh, për koincidencë ka pasur interesim edhe nga regjistor nga Rusia, të cilët madje kanë dërguar edhe filma të ndryshëm për të shfaqur, por që nuk kanë qenë në interesin tonë që shfaqet historia apo sporti i Rusisë në vendin tonë. Ka pasur edhe filma të tjerë ndërkombëtar, por e thash që ka qenë numri i limituar, vetëm 10 këtë herë, por në vitet të ardhshme ndoshta do ta bëjmë edhe 3 ditë ose 4 ditë. Me që ka shumë interesant. A e keni planuar të më shumë edhe nga filma ndërkombëtar? Jo, me ndërkombëtarizu, po them që një ditë ndoshta të metet për produksione vendore, ndonjë ditë tjetër për produksione ndërkombëtare, sepse kemi nevojë realisht me i pa edhe filmat e huaj. Ndoshta me qenë patjetër më herët edhe kemi pasur, sepse nuk ka pasur interesim jashtëzakonisht madh, ndoshta nuk kemi bërë shumë promovim të tyre, por synojmë që në të ardhmen të kemi edhe filma të tjerë. Kurse sa i përket këtyre që do të shfaqen sot dhe nesër, 3 prej tyre veç janë dërguar në Milano të Italisë, ku në muajin e ardhshëm bëhet festivali botëror i filmit sportiv, dhe aty synojmë që të fitojnë çmime me njërin prej këtyre filmave. Deri më tani në sesllën pjesëmarrë tonën, të paktën një herë kemi një film e kemi fituar në çdo vit, dhe synimet tona janë që ndonjëherë prej këtyre dokumentarëve të dalë në podium edhe në muajin tetor, konkretisht me 11 tetor, kur pikërisht në Milano bëhet çdo vit festivali botëror. Pra bëhen bashkë gjithë filmat e shteteve kombëtare botërore të cilat organizojnë festivalin e tyre. Madje rrugtimi është komplet kompetencë. Po, ne këtu nuk kemi ndonjë çmim që ndajmë për to ose ndonjë vlerësim, nuk ka karakter garues, sepse thashë që qëllimi është që ta promovojmë sa më shumë sportin tonë. Mirë po, në arenën ndërkombëtare sigurisht që është karakter garues dhe janë diku mbi
Po, dhe rukëtojnë përmes komitetit? Po, natyrisht, ne i dërgojmë si Komitet Olimpik, jo, si Komitet Olimpik ne i dërgojmë dokumentarët më të mirë që kemi në këtë festival, kemi pashtë në numrin limituar 3 ose 4, nuk mund t'i dërgojmë të gjithë, dhe veç se i kemi dërguar këtë herë për shkak se në fillim muaj tetor mbahet festivali në Milano, ku marrin pjesë diku mbi 120 shtete, dhe aty synojmë që në zhandre të ndryshme, në kategori të ndryshme të fitojmë ndonjë çmim. Unë besoj shumë që edhe këtë herë kemi potencial për të fituar çmim dhe natyrisht ta promovojmë. A e dim tash cilë filma e ndërgua, apo do një me mbajt? Po, jo, e dim, është këtë që do shfaqet sot premier Leoni me rrotë në përbot, është filmi që përmendëm më herët, që sa i përket diskriminimit, pikërisht për Belgin Jasharin me një shemb kundër rasizmit, si dhe dokumentari ja dolëm për Komitetin Paralimpik nga pjesëmarrja jonë historike në Paris 2020. Qa keni parasysh kushtrim para se ti prezentoni këta filma, tasën para se të pranohen në festival? Sepse po e shohim që ka dhe reportaje, ka dhe dokumentar, ka dhe filma të nuk e di nëse janë të luajtur, po filma të realizuar. Ka dhe asit që janë realizuar më herë dhe që kanë luajtur. Kriteret kryesore janë që këta filma të kenë së pari të kenë përkthim anglisht, pra titra anglisht, pastaj të jetë sa më profesional. Që është kriter teknik? Kriter teknik, sepse është juria ndërkombëtare që mund t'i vlerësoj ato. Pastaj këta dokumentar nuk do të jenë të shfaqur diku tjetër në për festivale tjera, do të jenë pikërisht në festivalin ndërkombëtar ku dërgohen fillimisht tek ne, pastaj në festivalin ku përmenda që organizohet nga federata ndërkombëtare. Të njëjtin kriter nuk e ka festivali këtu? Jo, të njëjtin nuk e ka këtu, sepse ne marrim parasysh që jo gjithë dokumentarët arrin erojnë premierën për tek ne, ka që realizojnë premiera diku tjetër, por nuk e kemi kriter këtu. Këtu kriter i joni është që kemi sa më shumë filma vendor, që ta promovojmë historinë e sportit tonë, këtu janë kriteret. Por në të ardhmen synojmë që zgjerohemi edhe më shumë dhe pse jo të fitojmë çmime edhe më shumë. Mirë, atëherë pak informacione nga ora sa fillon në shfaqja? Sot fillon ora 18 në ceremoninë hapëse, ku pritet kemi të pranishëm edhe ambasadorë tjetër të huaja, nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare, kurse në 18 e 20 do të nisë premiera e këtij filmi Leoni me rrotë në përbot, ndërsa nesër do të shfaqen 9 filma tjerë. Për orën 16 e 15 fillon. Nga praktika interesimi është vërtet jashtëzakonshëm, edhe këtë herë për filmin premier, thuajse presim që të mbushet kinemaja ABC, por gjithashtu dhe nesër kemi ftuar klube, shkolla të ndryshme, të cilat do të jenë të pranishme varësisht edhe nga filmi që i përshtatet. Shumë, a ka një diskutim? Se më mes, apo thjesht ose në një pjesë të ditës, se po e shoh që filmat janë njëri pas tjetrit, të përmendë edhe vetë, sidomos nesër, po ta zojmë në pjesën e parë të ditës, nëse ka eventualisht në një takim, diskutim mes profesionistëve për të folur, ndoshta për sfidat, për mënyrën si kanë realizuar, çfarë do të qoftë. Sot do ta kemi ceremoninë hapëse dhe aty do të marrin pjesë gjithë këta autorët e këtyre filmave, ku sigurisht që do t'i japim mundësinë që t'i shfaqin filmat e tyre, të paktën trailerat e tyre, ose posterat e tyre, dhe pastaj diskutojmë edhe me ta të shohim për vështirësitë, sfidat që i kanë në realizimin e dokumentare. Pak a shumë do të jetë edhe ceremoni hapëse, do të ketë edhe fjalime, por gjithashtu do të ketë edhe diskutime me autorët që do të jenë të pranishëm. Edhe mundësia është të diskutojnë ata mes vetes, se janë aty krejt. Pikërisht njoftuam se edhe njoftuan edhe. Në fakt çuçi keni ambicet kushtrim. Se e keni nisë, me thonë, e keni nisë, e di kur kemi pas diskutu, edhe vërtet ishte një iniciativë shumë e mirë, po mandej mori një karakter, s'po them shumë ma serios se që keni planifiku, po shumë shpejt u masovizu edhe mandej kaloi në diçka tjetër, pra shumë profesionale. Që keni synimet, ndoshta për gjatë viteve që vinë? Me ndërkombëtarizu ma shumë, me i rrit, me i zgjat ditët? Fillimisht kthehena në vitin 2019, kur na është bërë ftesa që të bëhemi antar të Federatës Ndërkombëtare të Kinematografisë Televizive Sportive. Vërtet na duke i risi diçka për një komitet olimpik për të krijuar festival të filmit sportiv. Por pas takime që kemi pasur në Milano të Italisë, ku e ka selin kjo federat, kemi arritur që të antarësohemi si komitet olimpik për në mungesë të një federate kombëtare televizive sportive. Jemi antarësuar si Komitet Olimpik, kemi fituar drejtën që të organizojmë festivalet të tilla dhe natyrisht që në të ardhmen synojmë që ky festival zgjatet edhe sa përket ditëve, të mos jetë 2 ose 3 ditë siç ka qenë më herët, por zgjatet edhe pse mos jetë ndoshta 5 ditë ose gjatë tërë javës dhe natyrisht që të ketë të përmbushur edhe me aktivitete tjera, po. Të ketë edhe aktivitete tjera, të ketë forume të ndryshme, diskutime të ndryshme mes autorëve dhe natyrisht që të mbahet edhe në për salla tjera, ndoshta në qytete tjera të Kosovës, jo vetëm në Prishtinë.
Edhe kështu si ka nisë, po besoj që do t'jetë një motiv shtesë për autorët që trajtojnë ma shumë tema me karakter sportiv. Mangësi ndoshta ju, njerë si Komiteti Olimpik i Kosovës është që ne kemi edhe aktivitetet tjera, nuk e kemi vetëm festivalin, si që kanë shembull festivalet tjera që gjatë tërë vitit për kujdesin për festival, merren vetë me këtë punë. Ne kemi edhe aktivitete tjera, madje gjatë javës, pikërisht premte na pret vrapimi me fëmijët e pavarësisë, vrapimi tradicional i nisur, projekti i nisur në vitin 2012. Dhe vërtet kemi shumë punë bërë, nuk e kemi vetëm festivalin, prandaj paksa është e vështirë që si staf i vogël Komitetit Olimpik që të realizojmë një festival të madh ndoshta gjatë tërë javës, por synimet janë që në tarmëm pse jo. Me që si ju kemi të ftuar, po shfrytëzojmë pak rastin me folë edhe për këtë ecjen apo vrapimin me... Patjetër është premte në ora 11 në 78 komuna të Kosovës, mund të gaboj, por kryesorja do t'jetë këtu në Prishtinë, sheshin e Prishtinës, ku mira fëmijë të lindur në vitin 2008 do dalin dhe të vrapojnë një projekt që synon të jetë shumë vjeçar. A vjen ato për herë të parë që organizohet? Jo, është diku edicioni 8 ose 9, ka nisur në vitin 2012 me një ndërprerje të shkurtër për shkak të pandemisë në vitin 2022-2023. Por do të rikthehet sërish dhe fëmijët që kanë lindur në vitin 2008 do të dalin në shoq, do të vrapojnë, do të marrin fanella, medalje dhe do të nderohen në mënyrë më të mirë të mundshme. Është ky projekt ku në vitin 2012 4 vjeçarët kanë vrapuar, në vitin 2015 ka qenë presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bach që ka vrapuar me ta pikërisht në shënimin e ditës olimpike dhe tani po rikthehet pas një pauze, por me qëllimin që të vazhdojë që këta fëmijë që kanë lindur vitin e pavarësisë të vrapojnë të jetën. Që janë fëmijët më me fat Kosovës. Që do të thotë pikërisht, më me fat Kosovës. Ama janë 17 vjeçar tash a vinë? 17 vjeçar janë kështu pak sigurisht që tash mund edhe të hezitojnë, por në bashkëpunim edhe me shkollat e tyre, me drejtoritë e arsimit dhe drejtoritë e sportit nëpër komunat e Kosovës, ne besojmë që numri do të jetë vërtet i madh, do të jenë mira fëmijë, se janë diku në Kosovë mbi 10.000 fëmijë që kanë lindur në vitin 2008. Natyrisht jo të gjithë janë duke jetuar në Kosovë, ka që janë shpërngulur në vendet e migrimit. Mirë po synojmë që mirat të tillë të jenë të pranishëm të premte në orën 11, jo vetëm Prishtinë, por edhe në komuna tjera ku vërtet organizimi pritet të jetë më Pra nuk ka nevojë për ndonjë regjistrim, thjesht mund vinë me shkollat e tyre, se është organizim që shkon edhe përmes komunave. Dhe po besojmë që ndoshta edhe pas 50 vjetësh apo 70 vjetësh ata fëmijë kur do të plakën, do ta vazhdojnë traditën për të vrapuar. Edhe kish më qenë shumë mirë, jashtëzakonisht mirë me u vazhdu kjo traditë. Edhe po them nuk është, nuk duhet ta kenë kompleks, të fitojnë ose të mos e fitojnë. Thjesht është një aktivitet. Thjesht marrin pjesë në këtë aktivitet për në qëllimi që dalin vendin e parë. Si shembull, kam qenë në komunën e Podivës para 2 javësh, që kemi takuar edhe kryetarin e komunës dhe kemi marrë pjesë në 2-3 shkolla ku vërtet interesimi është i madh, madje kryetari i komunës premtoi edhe dhënien e iPad-ve për 3 vendet e para, që është një motivim shtesë për dalër dhe të vrapojnë në sheshin e Podivës. Shumë mirë. E uroj që edhe komuna tjera ta ndjekin këtë trend dhe t'japin shpërblime të ndryshme. Do të më trajtu këta 17 vjeçarët janë pak delikat, kështu që duhet me gjetë mënyra. Duhet me i motivu disi. Faleminderit shumë kushtrem që erdhe. Ishte kënaqësi. Po shpresoj që kam shkuar këto aktivitete në mënyrë më të mirë të mundshme.